Beqir Berjashi u lindë dhe u rrit në Krajnë, një familje të thjeshtë, e cila megjithëse përballej me kushte të vështira ekonomike, ishte mbështetëse dhe përkushtuar ndaj arsimit dhe edukimit të tij. Shkollën fillore përfundoi në vendlindje, ku që herët u dallua për seriozitet, disiplinë dhe dëshirë për dije. Rrethanat e jetës nuk ishin të lehta, por ato nuk e penguan as pak në rrugën e tij arsimore. Pas përfundimit të shkollës fillore, Beqiri vazhdoi shkollimin e mesëm në Ulqin, ku e përfundoi me sukses gjimnazin. Pikërisht gjatë kësaj periudhe u formsua me qartë bindja e tij se arsimi ishte rruga më e sigurt për përparim personal dhe shoqëror. Me vullnet të fortë dhe përkushtim të vazhdueshëm, ai vendosi të mos ndalej me kaq, por të vazhdonte studimet e larta, pavarësisht vështirësive financiare që e shoqëronin. Studimet e larta i nisi në Gjakov në shkollën e lartë pedagogjike në drejtimin biologji-kimi. Atje u përball me një realitet të ri dhe kërkesa të larta akademike, por me punë të palodhshme dhe sakrificë personale, arriti të përmbush me sukses të gjitha obligimet studimore. Qëllimi i tij nuk ishte largimi nga vendlindja apo ndërtimi një jetë diku tjetër, por kthimi i dijes aty ku kishte lindur dhe ishte rritur. Beqir Berjashi e shiti arsimin si një mjet shërbimi ndaj komunitetit të vet dhe si detyrim moral ndaj vendit që e kishte formuar. Për këtë arsye ai zgjodhi të vërë një urit dhe përvojën e fituar në shërbim të krajës, duke mos e braktisur kurrat edhe në periudha të vështira. Ashtu siç ndodhi atëherë, ashtu vazhdon edhe sot. Beqiri qëndron stoik krajës, pavarësisht boshatisjes së saj dhe sfidave të shumta që kanë mbetur me kalimin e viteve. Me përkushtim, qëndrueshmëri dhe besnikëri ndaj vendlindjes, ai përfaqëson shembullin e njeriu që nuk e mat suksesin me largimin, por me kontributin dhe qëndrimin pranë rrënjëve të veta. Mirë se keni ardhur në Kraj dhe praktikisht gjendemi në moment në shkollën ku jam përkushtuar 46 vite në detyrë e përveç që kam kryer dhe shkollën fillore. Jam i lindur në Ostros të Madh në 24 janar 1955, një familje të varfër mund të them, sepse prindit e mi gjithmonë janë marrë me bujqësi dhe me një pasoni të vogël të pasoni që kemi pasur, janë bërë përpjekje maksimale, sepse kam qenë djalë, si thoni, i hasretit mas ndodhive, do të thotë mas motrës kam lindur mbas 11 vjeç, kur nuk kanë prit dhe unë kam lindur ndoshta edhe pak i lazdruar dhe sharr në atë kohën e feminisë, por sidoqoftë me kushte të vështira të jetës, kanë munduar edhe prindit e mi, edhe unë që të i kalojmë të gjitha peripetitë dhe ndoshta të mërrej deri në një shkallë ku kam rritur gjatë jetës time. Unë shkollën fillore thash që kam kryer në Ostros, kam kujtesat e mira sepse kam qenë pak nxënës i mirë, edhe jam marrë dhe me sporte pak, por pak a shumë mësimin e jam përkushtuar mësimin që në ditët e para, edhe pse s'kan pas interesim dikush që të më shty, që apo mëson apo mëson, ndoshta ka qenë një konkurrencë e fëmijëve të rrethit, jam mësoj ky, jam mësoj ai, dhe aty ndoshta edhe mësimdhënësit tonë shpesh na shtyshin në gara, njëri me tjetrin, kush e njeh këtë lan më mirë, kush e njeh më mirë, dhe ashtu ndoshta te unë ka lind një ambicje që duhet të mësoj dhe të vazhdoj edhe shkollimin. Në pas shkollës fillore, regjistrohem në shkollën e mesme, do të thotë në gjimnaz, edhe atej në një kohë më qenë se na më të moshurit të nxënësve preferoshin që është një profesor i vështirë në Ulqin, edhe mos shkoni se matematika është vështirë. Unë për 20 ditë kam qenë në Gjakov, edhe jam kthyer në mes 20 ditë jam kthyer në Ulqin, edhe aty e kam vazhduar gjimnazin, do të thotë shkollën e mesme, ku edhe aty kam treguar një sukses shumë mirë. Nuk kam qenë shëmbullor, por do të thotë në mesin e nxënësve të mi kam qenë, kam realizuar ato qëllimet e veta, megjithëse edhe aty më kanë përcjell kushtet e vështira të mësimit, sepse pa bazë financiare kam pas të nevojshme që të shkoj dhe të banoj të dajat në Zogëj, dhe për çdo ditë kam udhëtuar herë kamp, herë me autobus, herë dhe kam pas një bicikletë, dhe shpesh herë ka ndodhur që
të rrugës prej Ulqinit të shkoj në Zoguj me libër në dorë, me fletore në dorë, të udhtoj në Kan dhe ndoshta dhe moti i keq gjadja e pa e me gur e vështirë, edhe të dajat kushtet nuk kanë qenë të mira, sa ata i kanë pas shumë të vështira në një banesë, në një shtëpi, pa ndoshta pa ngrohje të mirë sepse ishin në ndërtim edhe shumë probleme dhe pse ndashin për mua çdo gjë çka kishin. Në vazhdimsi kam pasur dëshirë që të merrem me mësimin shkollor, por ja kohë shumë edhe për aktivitetet lira, sepse më merrte kohën udhëtimi, edhe do të thotë që duhej herë thash me udhëtim me kam, herë me bicikleta, herë me autobuse, do thotë që kishte mjaft nevojë. Kohën e pushimeve në verore jam njitur në kraj, ndoshta ndonjëherë edhe kam provu jetën edhe me mbledh pelim, jo shumë kohë, sepse nana jeme kam mbledh shumë kohë pelim për me mbajtur familje, nuk kemi qenë familje madhe, për me kryesore të gjithë janë përkushtu baba dhe nana janë përkushtu mua, se na kemi qenë, motra ka qenë me martume, edhe kemi qenë të përkushtuar për me mbajt mua. Kështu që shpesh, deri që i ri, kam filluar në kohë që kënë të ndërtojmë atë shtëpinë e vjetër, ku me punë fizike, qysh 15-16 vjeç jam orientuar që kam mujt me punua, e di si akcionar kam qenë qysh i vogël dhe kam marrë pjesë në moshën 17 vjeçare në bajtjen e shtyllave të elektrifikimit dhe aty kam dhënë ndoshta pjesën e kontributin tem, sepse baba ishte i moshës vjetër dhe nuk duhej që të marrim pjesë për të me katon apo seton me aktivitetet që organizoheshin në fshat. Me kryimin e gjimnazit, do të thotë 1974 në Ostrosin e Madh vjen edhe rryma elektrike, diku ishte para përfundimit të gjimnazit, dhe në atë kohë unë u martova shumë i ri dhe detyrova që të shkoj në studime dhe kisha dëshirë që të studioj matematiken, sepse ndihi si një nevojë deficitare në vend të matematika, mirë po të ma të vjetrit të rrethit tem ma shtin frigen, jo se nuk ka mujt me krye kë, nuk ka mujt me kryaj, kështu që u dorëzova dhe nuk shkova të regjistroj, do të regjistroj biologji kimi dhe shkova të tash punoj diku në shkollat e Kosovës, edhe e regjistrova në Gjakovë. Ktheva prej Prishtinës, shkova në Gjakovë, regjistrova biologji kimi. Në atë kohë, masi isha i martuar, mora dhe gruan me vehte, edhe mua mi dhanë, kishim pas një lopë dhe të shiten, na më thanë prindët që këta kena, këta po të japim ban çka dush, megjithëse priçë që ta merrshe kredin e studentëve dhe ishim bashkë mjaft e mirë, edhe por me fati e desh që në lidhje shoqënore, miqësore në Gjakovë, aty me herë u hap puna që të inkuadrohet shoqja ime në repartin e trikotazhit në Gjakovë, do të thotë si shkova me 1974, diku katetori. Atëherë u vu me kunor dhe u punësua dhe me fillove standardi jonë paka shumë të rregullohej, sepse i kishte da mjete, edhe tash fillojnë të ardhët personale të bashkëshortës dhe paka shumë edhe ishte kënaqësi e madhe që në atë kohë në kraj ishin mollat një gjanë shumë e pritshme që marrë, sepse nuk ishte shumë as molla. Unë prej Gjakovës si student, familjes në festën e Bajramit u dërgoj një paket me molla, diku rreth 14-15 kg postë morën edhe për Bajram e mirë, po me marrjen e kredis, diku para vitit të ri marrë kredin, edhe masi kishim rrymën elektrike, vinë në kraj me bashkëshortën, më bëna 2-3 muaj, sa jam mirë të rroga kishte e Mendorakën, atë kohë kishte rrogat e punëtorëve solide, do të thotë më mirë se një arsimtar, sot atëherë në atë kohë në kraj, edhe ja punonte, ishte shumë e re dhe mori edhe statusin e punëtorës së përhershme, megjithëse aty ka qenë një fabrikë që ka pas mbi 3000 punëtorë, me 5 autobuse udhëtoshin prej qendrës së Gjakovës deri në 4-5 kilometra, do të thotë kishte udhëtimi siguruar me standard mjaft i lartë. Edhe vej më siguroj për shtëpinë time, siguroj mjetet e nevojshme të strukturës shtëpiake
edhe merrem me frigoriferin, shporetin, një vitrinë, edhe kështu një kënaqësi e madhe në atë kohë, edhe pse ishe student. Por çka më përcjell mua suksesi ishte jashtëzakonisht i mirë, shkoshe i rregullt ligjërata, gruaja në punë dhona, kështu që nuk kishim nevojë për aventura, kështu që ishte një kënaqësi e madhe se kishim rrit që mushim me dalë në restoran me hanë në atë kohë dhe me pas një jetë më të mirë. Mirë po, çka shkohet në gjatë studimeve, në viti i parë studimeve, unë realizoj të gjitha provimet në fatin caktuar, edhe ndallohëm një studenti më i mirë në të gjitha grupet në atë kohë kanë qenë mbi 450 studentë të dyre grupet që tjera në gjuhë shqipe, në histori, unë kam qenë studenti më i dalluar, edhe bile me qenë se e marrë notën mesatare 9.3, atëhere mua shkolla anale pedagogjike më lejon në afatin e jashtëzakonshëm dhe në vitin e ardhshëm shkollor mua më pranojnë që të hyjnë provime si ti përgatis kur të duhet paraqes provimet për ato që kishin veç ushtrime që smushëm mi krye. Kështu që në nënor të vitit të ardhshëm shkollor vitin e dytë, në nënor afatin e nëndorit i realizoj 2 provime, në afatin e janarit edhe 4, 6, 10 kishte gjithsej. Mirë po, ka qenë rast që kanë qenë dhe aty kur një profesor në anatominë e njerëzit kishte përgatitur të me hyj para dhe shtinin në anatominë e njerëzit, kishte prill, i thanë profesor, mua në anatomi, në skriptin tuaj nuk mundi me mëzan kërkun mosht, se ashtu, si po thot ka qenë profesor e SDA-ut, i kanë qenë edhe tjerë nga kraja, si po thot ashtu po dhe ka nisë më ka pyet edhe 5-6 pyetje edhe më ka dhënë leçë di. Kam shumë profesor të dalluar në asaj kohë, kam bërë konkurrencë për notë, do të thotë që edhe në vitin e dytë kam marrë një sukses shumë të mirë. Diku rreth në prill më kanë metë 3-4 provime dhe kam metë, kështu që në afatin kishim në atë kohë një provim të një profesor thoshin është i vështirë dhe nuk e paraqita provimin të provim kimin organike, e laç për fond edhe diku në prill të vitit 77 kam diplomuar, edhe me gjithë që para se diplomova ishe si absolvent u inkuadrova në kraj, por jo në landat e mia, por kishe land të plotësuese ku që kishte nevojë shkolla, me qenë se për shërbimin. Çfarë lidhje mbeti me Gjakoven? Me Gjakoven vazhduam me të lidhje se kishe provimin, kishe në kohën me 76-ën. Shkëputeni plotësisht? Nuk jam shkëput për plotësisht, sepse ki lindhi edhe vajza në Vjollca, për 76-ën, na kishim lidhje dhe ajo me herë si kthehna në kraj, aja kishte pushimin e Leonis 6 muaj bashkëshortja, se lindi vajza dhe na vazhdojmë, edhe merr të gjitha të mirat dhe unë inkuadrova. Kështu që standardi jonë dukshëm përmirësohet dhe ishim gjendje tash që të ndihmojmë edhe më shumë familjen. Kur me diplomova, kam diplomuar me prill të viti 77, edhe ishte inkuadruar për shkollë diplomova, edhe e u ktheva përsëri në vendindje, ishte hap konkursin e kushtator, konkurova në vitin në përlandën e biologjisë, në atë kohë vetë diturin natyrë dhe biologji, këtu ka pas të pric orë, do të thotë 3 orë kishen bi normë, do të thotë 23 orë. Edhe erdha u inkuadrova, fillova punën, fillova jetën në kraj, ishte një jetë mirë, një jetë e lumtur për ne, sepse edhe familja përjetoi diçka. Tre kishim një fëmijë, po vazhdojnë vitet, ishte aktivist, kishte dëshirë me aktivitete të merrem, me të ndihmoj edhe shoqënisë, dhe në vitin 2007-9 propozojnë që të pranohem edhe në lidhjen komuniste në atë kohë, me pranohen të shokët e mi, këto me pranohen në 3 vetë në atë kohë, dhe ishte ndoshta në atë kohë duke ishte nevojshme që të inkuadrohem, por unë nuk rrinte, goja jeme nuk rrinte e mbyllur, por kështu që me strukturat politike të vendit, bishe shpesh në konflikte sepse kishe një entuziazëm, edhe me drejtorinë atëhershme, sidomos kam qenë mjaft ambicioz dhe ndarje të ardhmë personale, kam qenë në të gjitha komisionet, ndoshta në shkollë se ishe i ri, edhe bishim shumë herë në konflikte pozitive, ja diçka me keqardhje, por në përmirësimin e gjendjes dhe respektimin e të drejtave të ndoshta edhe të rive që ishin në atë kohë. Kështu që në konflikt me 26
shtator, 6-78, organizohet seminari Famkeq në Ulqin, i cili mora pjesë 2 ditë në diskutim, megjithëse që në ata diskutime kam diskutuar për çështjen kombëtare, ndërsa përdorimi i flamurit kombëtar pasi kishte ndodhur demonstratat në Kosovë, edhe këtu ulen në shkollë dhe në bashkinë lokale. Mandaj në një shqiptore në armesh qohi, unë pyeta çka ka lidhur me përdorimin e flamurit kombëtar të ndjerin Fadil Tajipin, e tha nuk ka kur gjë. Mandaj i tha që një profesorit tem të gjimnazit jeni të bëj provokime me rininë shqiptare, sepse rinia është treguar mjaft e mirë, stabile, s'kemi kur fare ekcesesh në atë kohë. Në atë kohë më kapën përpara, sepse shumë kohë edhe na majtë ishte edhe po zbuluar një grup i patriotëve tonë kraj që ato sulmushin të rinj, ata veproshin, por ne pagushim të gjithë. Edhe kytim pas një presion të rrep, sepse mi shtishin miqt e mi dhe shok që më thanë që mos flas shumë se tash po mbyllet. Edhe kështu që me ta të njëshin në ramën e Gratska të politikës së atëhershme, edhe me të herë fillon kontrollat edhe pyetjet, kështu që në atë kohë kam qenë edhe në biseda të ndryshme që më kanë ftuar thirr për më marrë informata prej mejet, megjithëse ka qenë shumë shtirë kohë, shumë e shtirë dhe shumë e papërballueshme, sepse nuk e dit kam ec, nuk e dit çka më bën, a gjendjen e fillova të bëhem me fëmijë, me 2-3 fëmijë, edhe atëherë jeta ishte shumë e rrezikshme. Jemi në 1985 me zbulimin e kësaj grupës, neve pak na u liruan në kamp, si thonë dhe dur dhe goja. Mirë po, prap nuk ishim aq të lirë, kështu që unë më përjashtuam prej sekretariatit të partisë, na më thoshin që mos më pranoj që të zgjidhem në sistemin e delegimit të atëhershëm, sepse jam nacionalist apo orientist. Edhe kur shkoshim të takoshim tubimet e katunit, mund duhet më sheh që mas me dalë, sepse më propozoshin edhe kishin dëshirë për me qenë unë, po unë nuk guxosha të pranoj. Kështu që ka qenë një kohë mjaft e zymë, mjaft e vështirë. Mandajna në konflikt me strukturat politike të atëhershme ka marrë disa herë, sidomos për vendet e ndryshme të inkuadrimit dhe gjëra tjetër që janë realizuar në kuadrat e bashkisë lokale, por sidoqoftë kemi munduar që të qëndrojmë edhe si problemi kryesor ka qenë që mos na shkepusin nga puna, sepse nëse t'hillim nga partia, t'hillshim nga puna, ajo ka qenë më e mërshme, a unë s'kishe jetë tjetër me çka me jetu. Harrova të vazhdoj që në këtë kohë të atë njëshin kishin nevojë ostrosi i madh për asfaltim të rrugës, baj organizoi aksionin në fshat të dukshëm me mbledh para për asfaltimin e rrugës Piostros deri mas Gjurish, në përshpim shtëpi 2-3 herë që kam mbledh parat dhe kam realizuar 530 metra rrugë, që ka qenë një sukses mjaft i madh. Dikush zhvillonte biseda të ndryshme, ja kanë bërë asfaltin e hollë, ja kanë bërë trash për kryesore, kam qenë aktivisti i pa navur. Megjithëse që edhe shkolla ka bërë jehon, sepse në atë kohë fillova të përpunoj kabinetin e biologjisë me preparate të ndryshme që i mbledhshëm, nuk kisha as alkohol, etanol, as kurrë që të preparoj, po më bëna tavën e disektimit për më mbledhë dhe operu bret kocat në atë kohë, të gjitha me dëshirë dhe vullnet dhe me aktivitetet të nxënësve. Di mbahet mend që një kopsht i lule edhe në atë kohë ka qenë, dhe pak a shumë punoshim me mjeshtrin e shkollës në ngritjen e mbregjeve, mureve të oborit të shkollës që janë dhe sot e kësaj dite. Kam kujtoj që kemi ndërtuar një lejen e parë që diku me perimet e parë, ndoshta që në parë një vajt, edhe kemi bu shumë lule edhe në oborin e shkollës. Sa vite ke ushtruar detyrën si mësimdhënës? Unë kam filluar punën me 76, me një shtator 76, deri me 77 kam punuar në landet jo profesionale. Me 77, me një shtator 77 kam filluar në landin e biologjisë. Kimi nuk kam dhënë vetëm zavancime, nuk kam dhënë kurrë, sepse jam arsimtari i biologjisë dhe kimisë, por ishte interesant sepse në atë kohën e ushtrimit të detyrës së mësimdhënësit
janë majtë shumë aktivitete dhe aktivet e biologëve në nivelin komunal dhe magjar, që ka bëje honë atë kohë si aktiv i mjaftë i madhe, disa herë kanë marrë pjesë në shkollën tonë dhe kam qenë ashtu, ka qenë një aktiv mjaftë entuziast, një për njerëzve entuziast që keni punu dhe ndihmu, sidomos në përpunimin e plan, programa dhe tjera. Po kishte në kraj, kishte diçka pak shumë të shishin dhe kujtoj një nxënës që ka shkuar në një ekskursion që kanë realizuar në gjimnazin, në shkollën fillore Marshall Tito, kanë treguar kabinetin e biologjisë, ka thënë këtu nuk është asgjë, hajde shihni të në kraj si është kabineti i biologjisë, sepse kishte përpunuar preparate të ndryshme, ndoshta kam preparate edhe dermat preparate me shpend të ndryshme tjera që mundoshe gjithë të punoj. Me ta të nanën në lejten do të fillojnë lëvizjet politike në Jugosllavinë, fillojnë me të madhe dhe kështu që të lëvizje pak a shumë mlihet një erë re, një frymë e re tonë përgjithësi, mirë po na çka të bëjmë që pak nisna prapë me tregua dhe organizohet një tubim i madh i qytetarëve me praktikisht i organizatorëve të lidhjes komuniste të bashkisë lokale dhe të shkollës, dhe ndoshta në iniciativën time se disa preferoshin dhe kishin preferimet që ta organizojnë vetëm me sekretariatet e partive, por unë thoshe ja, me marrë pjesë tërë popullit, kështu që u realizoja punë dhe në atë kohë mas lëvizjeve tonë që u quajten Giovanna Podgoric, vinë edhe këtu, kishe gjithmonë konflikte edhe pse ishin në funksion punonte fabrika e pelimit, edhe punonte edhe këpucëve ishin mjaft inkuadruar, por në atë kohë do të thotë unë u integrova dhe në televizje kënë përsëritur ka prapë më disa të më ngatruan të në shkollë, përsërit si doshim edhe në atë kohë doshim me paraftyru kështu si nacionalist. Mirë po aty erdhën deri te disa probleme dhe u te kaluan sepse u ndodhen lëvizjet më shpejt, organizuan mbledhjen tonë në kraj, edhe në kraj në korridorin e shkollës ku janë sot lule. Në atë mbledhje 2-3 persona dallohen që flasin prapë, po një ndër ta jam edhe unë, edhe i kundërshtoj edhe politikës së kombinatit të pelimit, të Barbilit që ka qenë, edhe për punë të kunorëve e tjera, më përmendi që nuk kishte thënë një fjalë të rëndë punëtorëve të drejtori në atë kohë dhe i tham kështu, megjithëse që ishte edhe kunorët që kishin marruar një material të madh, kishte shkuar dam në kuadrat e bashkisë lokale, nxirrshin ato si zonë e kufitare, edhe aty ju përmendi ata, kështu që ato u pak a shumë u zhgënjyen me sjelljet tona që i pat me atë mbledhje, po 2-3 antarë u diferencuan. Mirë po vazhdon procedura, edhe mu do në ndënua prapë. Ato erdhën të problemet edhe u zgjall me strukturat të politike të krajës, mirë po vazhdojmë tutje dhe shihet se do ndërrimet, vjen komiteti i Tivarit, vjen të gjitha këto ndërrimet me malezi që ndodhen, edhe përsëri unë në atë kohë kishim dëshira ime ishte që të ndrojmë strukturën e bashkisë lokale. Edhe me intencën teme, unë propozoshin 2 kandidatë që të ndrojnë, të pranojnë që të jenë kryetar komunet, kryetar e bashkisë lokale, ata nuk pranojnë asësin, kurse se nuk pranojnë, edhe një i vjetër më thëtë po kur nuk e pranojnë, ta pranojnë, edhe unë thëmë po pranojnë, përsh mas me kenë e njajtë statë, kështu që pranome me votat e mshekta fitoj kundër kandidatin Billshëm, diko shumë ma shumë, edhe jam kryetari i bashkisë lokale për 2 vjet më tepër, fitojnë edhe zgjedhjet parlamentare, kam qenë edhe kandidat për deputet, në atë kohë kam pas një përkrahje mjaft e mirë për kohën që ka qenë, edhe si aktivist, filloj që të punoj edhe në atë kohë insistoj në punët edhe aktivitetin bashkësinë lokale, ku një ndër to është rruga Skes, që një aktivitet i kësaj kohe, diku rreth sanimi i bunarëve, saranxhave tona, diku mbi 35 saranxha që smashin ujë i sanojmë,
ndajmë arrangjement jo në baza partijake, po në bazë të formojë një komision shumë partijak edhe ndajmë edhe aktivitete shumë tjera. Vazhdojnë edhe në atë njëshin në atë kohë vjen një propozim që për drejtor shkollet mund me konkurua 2 kandidat, masi kishte qenë një ushtrues i detyrës për drejtoria e kishte shkuar në pension, edhe me 2 kandidat, ne edhe na bisedojmë që të shkojmë njëri prej nesh, të shkojmë edhe kështu çit në sharp i takoj shokut tem me kolegut, edhe shkoj ai edhe kështu kena punu diku rreth 5-6 vjet, ka punu ka udhëheq shkollën për natë lidhjen në gjashtën, mirë po ishte shishe më të rregullt vërtetim që shishe që është një gjendje e mjerueshme e shkollës, nuk funksiononte asnjë kombibus, edhe sa në relacione shumë më të shkurta, nuk autobusi i shkollës ishte dhënë me punu veç për me mirëmbajt kombin, gjendja e shkollës e mjerueshme gjithkanë, s'kish diçka shumë e vobekt, nuk kushe as vetë nuk thoshe si muj me kënë kështu situata që nuk ishte rrymë, 6 vjetë në rëmën që s'ka pas një gjysa e shkollës, nuk ka pas as sala fiskulturës, as 4 kabinetet në tjetër, a krejt ka mundu një siguraqë, ka nëjë një sigures, si të quj, ka nëjë rrëz duku 6-7 vjetë, kur ka malë, mas një muj 2 kanë nisë edhe me thyrë në shkollë me gjithë gabimin, a siguresa ka kënë në ormar jashtë, dhe bashko me me vëkur vinë to që këna arë në punua, edhe unë me si herë këna realizu, do të diku në avorë, për më 97, do të pilë në 10 dhe më 97, ka nëjë shkolla parujë elektrike gjysa e shkollës. Po ishin shka në gjasë kësë periude përjetoj që një ta kaloriferat që punojnë në rrymë, ta janë nuk kishtë të mjetë me blej një ventilator i cili kushton të 17 marka, ka kushtu më në atë kohë. Thoshë si muj me kenë, kishën kabinetin e biologjisë, ndërbanë i kabinet specifik në këtë kohën, si ishë kohën. Thoshë si s'muj me pas një flutor me blej, për me hillë në zetin jeshtë në lanë kështu. Po, që ashtu ka kenë kohë dhe kështu me vitin në këtë kohë kam punuar dhe kam qenë i angazhuar në Partinë Socialdemokrate. Edhe atu jam angazhuar dhe kam punuar kështu mjaft mirë, kam marrë kontributin tem në të mandin teme, të mas me i ba kërkuj keqë. Çka të më ba mirë, këna ba mirë, shumë në disa aspekte, ka pas ndoshta dikush që ka mundu ma mirë, ose si ka shansa, ne do të thotë për atë kohën çka ka më jap përgjegjësi edhe morale dhe shpirtërore që se i kam ba dikuj keqë, s'ma mërmendja, a gabim me muj, por gjithmonë të rimua, pa marrë parasysh a ka qenë me mua në inkuadruar në politika, apo jo. Kështu që ne me 1997 hapet si direkt heri i mënon të ministri drejtorat, sidomos ata që ishin me shkollë të nartë, ka 2 vjeçare, ato që ishin me shkollë të fakultet 4 vjeçare. Ne, ky shoku jem poshtu ka pas shkollë nartë, dhe ishte në 2 vjetë, del konkursi, se në dilte konkursi atëherë, edhe disa shokë më preferuan mua që me pranua, të punë, pranoj, por nëse mes pa puna, më siguron jo në komunë, se ishin forcat reformiste në komunë. S'ka probleme, edhe unë shkova, konkurova, edhe në atë konkurs u pareqita kur më trasin që me plan programin, planin edhe me edhe intervju, edhe më pranonin. Kishte kandidat tjerë, ka kënë viti në 1997, me 16 qershor 97 me mënojës për drejtor. Me atë kohë e marrë të tyren vejnë në shkollë, e njohtoj drejtorën e përparshëm që jam emnu për drejtor, edhe mirë, veç ka dhe mirë, urime, edhe s'kam në kur faruzimit e kur gjanat, veç një qërës pa kur gjatë s'ka pas asi laps në në konë, të gjitha ishin gjendje e vobek, gjendje katastrofale. Merë mëndë që kombibusi i shkollës në të gjitha karikat e kombi kishin dalë në tela, i kishin shkyje. Një kombibus ishte në funksion, autobusin e punon të për një firmë private, për me majtë këtë një kombibus, por nuk ishte për gjanë rritë. Ishin 2 shkolla, mnohëm do të drejtor, ishin 2 shkolla për ndalim nga inspekcioni shkolla në Babasht edhe shkolla në Ftjan. Inspekcioni kishte ndaluar punën me ta, edhe s'uzojmë hymë shkollë.
çka të bëj, ka të dalë me nërkohësim në unë për drejtor, vjen një ftesë nga Amerika, me se kishe qenë atje, me shku në Amerikë. Edhe tash, si mas ta shfrytëzoj shansen, në shkua edhe shkoj dikom me diku rreth mujt korrekt, dhe me 2-3 gosht më kthye, po ishte shumë shpejt, e ves po në atë kohë fillojnë lëvizjet përsëri politike në kuadër të partisë pushtet, edhe e thrasë as ministrin me shku, dhe ku da me shku, ku da me, çka kam me bëhet, du me shku ka shansa, kam bëhet, çka të bëhet. Këto vishin edhe për shkollën e Ftjanit të Boboshtit i laç sekretarin dhe kishin një si NIMS drejtorit, ne ishte qutur koordinator, e kishin zgjedhur ministria. Edhe i thamë, unë shkova, ta të bëhet çka të bëhet, ta shkojnë të janë të mirë, të mos rreshon. Shkova në Amerikë, me gjithçka i shumë i brengosur se çka po ndodh me të dy paralele se ardh shkolla. Me ardhin e Pse u ndaluan të shkollës? ta ishin prishur, ishin objekte montazh, edhe ishin ndërtuar mas tërmetit, ka 15 prill 79, ishin ndërtuar si montazh për një kohë për shkuar, ata kanë qenë shumë janë prish bilet të gjitha që ekziston për Ekstens, por edhe ishte prishur, të gjitha janë demontuar. Edhe shkova në Amerikë, qëndrova shëtita ella kur kanë shkuar ta në Podgoricë me ministria u ka thënë që jo në shkollat në Ftjan dhe në Bobosht nuk mund t'i gatisim, sepse është një investim diku rreth 340.000 euro, ka qenë në atë kohë, marka në vërtet si ajo, se ka qenë marka, edhe ata kanë me të peshtu. Përveç asaj nuk ka pas as rrugë për me shku në shkolla Ftjanit. Në kohë mjafton bashkëshortja që nuk t'i gatisin shkollat në atje, brengosur shumë, kthej, edhe në atrasin në një mbledhje në Podgoricë, në domjen e AI, kanë thënë në Podgoricë me ministrin, edhe kanë qenë dhe këshilltarët e ministrisë, edhe në atrasin me në çdo bisedën sepse ishte ndalje politike në partinë pushtet. Edhe unë shah ministrin, na më një ligjërat, edhe do me ikë. Kur erdha pe Amerikë, të thamë, ku ministri unë mas ti, sa kishe po njeri kishe po një taku, unë mas ministri, njëhte se jam pikraj, se kur gjatë tjetër, i thamë, nëse ju keni pru vendim që unë me udhëtua nxënësit e Ftjanit edhe të Boboshtit, me pru në shkollën qendrore, unë në Abdoriki. Më thet, po pse, çka nuk me ta organizoj me gadit autobusin, duke shi shumë jetë, me ata kombo, me ata autobusë si shans. Edhe, po është të heki shkollën i fshatna, me myllë paralelet, çka do të thotë. Ai me herë thët hajt pra takohemi thët mas 2 ditëve me marrë thët këshilltarin e ministrit që ka kenë në kraj dhe me marrë thët pe autoremontit me pas sa kushtojnë autobuset bugarit. Veç te kombibusi i shkollës si ishte kërkon të 8.000 mark. Bugarit veç bugarit pak. Edhe me bu pak funksion. E autobusi me siguri ka 30, ma shumë se shkollat bugarit. Edhe shkojmë në bisedë të ministrit, thët çka më në ti? I thamë unë më ndaj që me organizuar mësimin si me cikmojmë dhe fillon me gati shkolla edhe mi gati shkolla. Ashtu, thët, ajtë puna dhe por si ta dishtë të organizoja punën, me gjithë si nuk ishe përfirmuar që unë t'i ma mësimit në shtëpia private, sepse organizohi mësimi në Kosovë në shtëpia private, e ta është nuk doshin që ishte koha si me organizohi mësimin në shkollë private. Mirë po, erdha këto, me herë në paralelin e Boboshtit, kemi mjeshtrin e shkollës dhe gjithë punëtorët ato të aktivistët, njahtym kolektivi të gjithë kanë dëgjuar, sepse filloi të shtrihet propaganda që do me mbyll shkollën në Ftjan, do me mbyll shkollën në Bobosht, e doshin për qëllime politike, shfrytëzoshin individët, thonë, u lutem, thamë, një herë ne këshillar arsimtarëve, ndoshta ka qenë në këtë kabinet, atë ose ka kabinet kështu simtore, i thamë, në gjoni një herë, mas flitni, mas zhvilloni biseda, tash pa dim çka po kur ti bëjmë ata punë, zhvilloni bien, më kanë dëgjuar një herë kështu dëgjuan, edhe i thamon që të nisim punën. Edhe po në atë kohë nisin edhe iniciativa që kishin nis ka herë me përmend për bustën e Skënderbeut, po në atë kohë kur i kishin nis ish drejtori thotë, mua më kanë thënë se do na mëndrua emrin e shkollës, e bustën do të mëndrua. Kështu që përmenda unë njerë çka u bën me bustën e Skënderbeut, kryesore Kurgjans ishte, me gjithë si mua më llogaritshi se mas jam ndaj farë shpionit për që pa kërkoj bustën e Skënderbeut, të disa që kishin se ja tonë
në kolektiv. Edhe me herë kur e fillojmë punën, shumë më kanë ndryshuar raportet, sepse me 16 qershor ku ka marrë si drejtor, ndoshta gjysa e kolektivit i kanë pas, jo kundërshtar, po kundërshtar politik, kështu ka qenë edhe koha që edhe politikat ka prish edhe shok. Edhe kështu që me atë kohë po kishe prapë një përkrahje, kishe disa punëtor të mirë, që duhet të përmendej të ndjerën Ismail Dragën, e kam pas mjaft mirë, të gjithë është një kujtesë dhe ndoshta njeriu kur thët si kush kishe me punu në arsim të skutje, dikuj mes nga një përshtypje, kishe me punu metodiken dhe punën që ka bërë i ndjerën Ismail Dragën. Keni pasur të njëjtin profesion? Çfarë lëndë? Fizik, kimi ka qenë, edhe ka qenë me vërtet, ka qenë pedant, ka qenë kështu, kishte kështu raportet shoqërore dhe gjitha mirat, kështu që ndihmonte shumë në situatat e përparimit dhe e curisë në procesin edukativ arsimor, sidomos në programet dhe idejtë për realizimin e programeve arsimore, sepse filluan edhe reformat. Edhe në atë kohë lindën edhe ideja për gazetën e shkollës, në atë kohë lindën edhe për busin e shkollës, në atë kohë gjitha. Kështu që nisi me një entuaziazëm të madh. Si do kjo kthej malëshojnë në dorën me një shtator, nxënësit e Ftjanit të çejnë në shtëpi private, Zveskërkën, e te kole i Macit të Zisi kanë thënë ai ndjeri, i vendosi aty me mësuesin Zeo Bardhin, edhe aty punojnë ata, unë si tregoj kërkujt, shkollën e Baboshtit kishte nisë me e renovuar me mjeshtrat e shkollës, ndihmon edhe komuna, ndalën me material, edhe me mjeshtrat e shkollës dhe punëtor gjeshtë, punëtor edhe në punëtor shok, që vishin shokë, miqë, dashamir të arsimit, me një moshën gjithkanë, se fillova të ngres një akcion, me mbledh e pare me lyë shkollën, të ndjerin Sabri Brodhen e angazhova që të lyje shkollat nga jashtë mrendë. Disa aktivistë me ndihmoshin që më nipshin pare, dikush ka 10 euro, më lidhshin e përkaton pare për vullnetar, nipshin që të kanë, për biznismeneve, duhet të përmendë që ndihmën e parë që s'kishe naftë me blej, një shok të varit në Kranjan, në zanë si jem, me dhatë pare 300 marka si me mi falë mua, ma mirë më banë se mi dhatë për shkollë. Një mik Amerikan, për Ameriket, më nisi $10 e bleva pektin i kombit me i pështjelë karrigat, me punëtorët e shkollës, i pështolë me gjithë punëtorët e punëtorët, gjithë punoshin e të. Në atë kohë do të thotë flasim për gazetën e shkollës, edhe gazetën e shkollës i thomë me nxjerr. Më herë të më dalë prapë një bashkëvenda si jem në Amerikë, thëtë që pare për anonim të qajon, thëtë, mi nisë laj $500 dhe shtypi gazetën e shkollës në atë tetën, shtypi nga bëjmë gazetën e shkollës. Kishe aktivitete në salën e sportit, rekvizitat sportive, do 10 pa më në tu. Bien dorë miqve, shokëve më të thonë, Luka e Tivarit, Timan, bie ekipet për 3-4 ditë i montojnë tana rekvizitat që ishin 12 vjetë kishin laj pa u montua, edhe të regulojnë, lyjmë salën, bile ka punua daja jetë, ka punu mërë parketin me e zdruktua dhe ka punu maqinë, ka punu laj vetë, papa ka punu në ndërmarrje në jadran. Kështu që paka shumë, punohej gjithkanë, shtrishin katunë kishin dëshirë, sepse po shohin, se ishte të zhora shkollën armesh nga dritarit e montazha, unë i ndërnajt gjitha ato, mase ka ditë me 16 tetor, duket, kanë qenë zgjedhjet presidenciale, unë e ka ditë shkollën me 19 kanë qenë anë Baboshtë e bëm inaugurimin me 16 tetor. Edhe aty e ka ditë në shkollën Baboshtë një model, toli baraka, por u forcua, nuk ishte më rrezik, ala që në rësat në kam, sepse i në rume, pjesë i qushën, shka ishtë më rëndësi se kena quë pullazin me dizalicat të autobusit me ngrit që me prunë në rregull. Kështu që ka punu mjaft në atë kohë, ka dhanë edhe të gjithë punëtorët, ka punu edhe mjeshtë i shkollës në atë kohë që kena Ahmet Berjashi, edhe ka dhanë do të thotë atë idejën e tina, mirë po, ku me prek më parë, nuk ishte rrymë në shkollë, sa dhe pjesë. Aty ka qenë një organizat IRD, një organizat humanitare, në atë kohën e luftës, dhe mas pare në kanal për organizata shumë, dhe dritaret ishin gjithkanë
të zhgatruara, s'kish kërkon diçka që me ku të preksh ish në gjendje shumë e vështirë. Kështu që nisim vjen kjo organizato e RDA dhe neve lidhur me ta, thëmë nuk kena rrymë, vinë, ato thonë me ba rrymë në instalimin e rrymë së krejt, edhe neve marrim prej IRD-s material, dhe ata në nisin në një punëtor, kur shkojmë e qyrim, shkolla nuk ka rrymë për një sigures, ka mbetur pa u gadit pa. Nisim e punua, i ndrojmë prit, poçet elektrike të gjitha i ndrohen, edhe sa të kësaj dite me siguri të gjitha s'ka pas vend që nuk ka pas dritë, a në vend që është. Ma nisim aktivitetin edhe me gazetën natë, gazetën e shkollës, zgjedhi organin për hartimin e projektit të gazetës, ndaljen e emërimin e të gjitha këto në mënyrë ma demokratike bashkën përpjekje që të luftoj pak thatë që ka më noshin për mu, kështu që vazhdojmë me të madhe një punë serioze. Fillojmë në ditën e inaugurimit të shkollës në Babasht, fillojmë shkollën në Ftjan. Atë ditë vëmë themelat edhe zëvendës ministrin atë kohë shkon edhe në Ftjan, edhe atje nxënësit nuk i tregojmë që ashtë sa ishte një ndër kundërshtar më të mëdhenj, që është nxënësit në shkollë private, si tregojmë as pak, edhe shkojmë në Ftjan, kishte angazhuar një komision për punim me organizim të punëve dhe të përcjelljen e punëve të ndjerin Smail Muja, ka punuar, ka shtu ka dhënë kontributin e tij dhe ka tunar fshatarët ndihmuan në demontimin, se nuk kishte shumë probleme dhe me demontu objektin, dhe nisem me gaditëm shkollën që në 98-ën do të thotë edhe shkollën e Ftjanit e Marume, do të thotë principit të fortë, ashtu. Po më atë rast përsëri ishin pak zgjedhjet parlamentare, edhe me 98-ën do të thotë kur shkojmë shkollën e Ftjanit, vjen edhe ministri i arsimit, ka qenë shumë i respektuar ndaj meje, ka pa punën se kam bërë një rikthesë. Vinë to dhe përsëri shkojmë në Ftjan, bëhet hapja e shkollës. Ka pak a shumë disa probleme politike ta quaj, por kalojnë megjithëse që s'kam kur farë lidhjet me hapjen e paraleleve në Muriq, si duan dashin shqip, dashin serbisht, popullata kërkon. Unë s'kam ndikim as ashtu as kështu, më shprehet ministri, edhe si të hapën të shqip nuk kishte diçka keq aty për ta. Përsëri kishte atë gjallëninë dhe curinë e vet puna, dhe kështu që organizova në hotelin atëhershëm në Ostros një banket për të gjithë mysafirët, e sidomos kënaqësi kishte që Ftjani është një katun që ka dhënë shumë intelektual, po dhënë natë inaugurim dhe natë kënaqësi të katunit edhe që thonë që ishte i kënaqur, po kishin punuar me të madhe, edhe katuni, po edhe kolektivi, ka shumë pjesë, si janë paguar as rrymë elektrike, as shtrumi e podit, as gaditja e rrufe pritësit, të gjitha janë punuar shumë gjana pa të holla, janë me zhgarkimi që menë se në atë kohë veç një mramje, kam zhgarku veton me ma kanë dhënë në krah, 2 punëtorë binë të shi, me këtyre mrapa kamionin ishte shumë shtrejt me paguar, dhe on me 2 punëtorë që ishin paguar mramje vonë, se rashit tërë ditën, kam zhgarku 200 thas qëment. Edhe i kena mlu aty, gadit me rrugën e gjitha i bame me katuna, me punë. Më nëjna vazhdojnë puna dhe ngjarjet, sidomos lufta në Kosovë, sidomos me trënditit të mëdha, po vinë nxënësit e Kosovës, shfaqin programe, këto piktura, i pres të gjitha, me një mikpritje, thotë dhe krajes, ja shprej sidomos, kanë marrë dhe pjesët ishte zhvendosur që kanë qenë për kraj, fëmijët e tyre në shkollë, kanë marrë pjesë, kanë pas probleme kadrovike në atë kohë, sepse gjatë kësaj periudhe shumë do të thotë prej kur jam unë në drejtor, sidomos në kohën e mas 90-tave, shumë kuadra kanë lëshuar punën, kanë shkuar në mërgim, edhe kishte probleme edhe ashtu një problem shumë të rënda kanë pas me
zgjedhjen e problemit 2 mujor për gjuhën angleze, se s'kishte kërkush kush më na dhanë këtë program, kështu që më ndihmoi një bashkëvendas, kështu pse se kishte me dëshira se paguaj, por erdhi për të mirën e nxënësve dhe na krej atë punë atë kohë Rifat Djerbrita ishte e njëjtë gjuhën pak a shumë dhe doli sepse shumë problemisht. Po sidoqofte me qenë se erdhen në natë nënën, ishim të zhvendosur to si gjithë, kam mban pritje të gjitha to çka kena realizuar me mamën e kena qenë mjaft stabil, edhe tash në natë nënën nisin edhe intensivisht të mbledhin pare për janë përmes shkollës, përmes partive politike, të mbledhin paret për busën e Skënderbeut. Nuk ishin qef që të merr, megjithëse mua më pyeten çka do të bash ti me bullën e gazetar, çka do të bash me busën e Skënderbeut. Fjala e parë si kam marrë drejtorin, kam thënë që me busën e Skënderbeut si të realizojmë çështjen e objekteve shkollore ku s'kena pollas për nxënësa me proposhte dhe ftjan, do ta nisim edhe atë aktivitet, edhe mua s'kam has asnjëherë dikush që më ka penguar. Përpara thash që kanë thënë që ja do ndrojmë emrat, ja mua s'ka nga problem kanë përkrah, kam vetë të gjitha strukturat në atë kohë të ministrisë, të gjithë kanë përkrah, veç keni mjete. Edhe nisim aktivitetet në atë kohë, ka qenë shumë nxënësit e Kosovës janë ardhur edhe me koordinatorin e tyre, sidomos me një mik të shkollës, kanë qenë disa herë edhe janë ka me përshtypje e mirë për shkollën tonë, sidomos koordinatori ka qenë Dem Molligji, që ka organizuar me Azem Gashin, e organizuar pjesëmarrjen e programet e shkollës. Mirë po, neve nuk kënaqshim me punën me kaq, vazhdojmë 2000 do të thotë ishin nisur të bëhet inaugurimi, të punohet busta e Skënderbeut, edhe unë në atë kohë kishe siguruar në atë 8 dhe një kombibus të shkollës, kishim dhe një kombibus, rregullua standardi dhe nxënësave, organizoi edhe kuzhina e shkollës, me pas maj të gusht bëhet edhe inaugurimi 2000, bëhet inaugurimi i busës së Skënderbeut, edhe në atë kohë të thotë ka pas qëllime të ndryshme, dhe në momentin e fundit nuk kam ditë a do t'i ma 2 fjalë para busës ajo, megjithëse që ishte koha në atë kohë që ndoshta kishin pretendimet e veta çdo kush në politikë, apo në të ndoshta me degradua, me mua që me suksese të kush thonte se në atë kohë është befasi që shprehi krajani që ma mirë mas gaditet salla fiskulturë se për gaditet Beqiri. Edhe ajo ishte do të thotë që ishte sfiduese kjo çështja politikës. Politika kur ishte të punësuar. Po jo të punësuarit, po jashtë krajit do të thotë nipshë kur gjithë shërbimet në sallën e sportit gjithmonë i kanë marrë pa të holla. Nuk ka paguar në të gjitha sallat, paguhen mjete në Ostras gjithmonë veç kanë thënë shoqërish i paluan dikush, edhe ka pas shprehje që po gaditet salla fiskulturës, u gaditen koshat, u gaditen ato kanopë, u gaditen ma mirë mos po gaditet se gaditet Beqiri. Edhe do të thotë si ka pas probleme me kështu, megjithëse nuk kam qenë i angazhuar, kështu nuk kam qenë as këshilltar, diku më deri në 98. Edhe më kam qenë disa herë këshilltar në komunal, kam mundur aty me shfrytëzuar pozitën, se qenë partia që kam takuar ka qenë pushtet që më animua krajin, më animua të gjitha çka kemi pas me dhanë jo vetëm shkollës, por ku kam mujt me animua edhe me dhanë një kontributit tem. Më di që ka qenë një rast në shtëpinë e Shëndetit, diku në 90-tat, edhe një gështenj kishte hyrë veta në përditare, me ja pagu me nxjerr mjetet, me ja pagu për me hek prej pullazit të shtëpisë së Shëndetit, ose x gjana tjera. Kalojnë edhe me 2000-tat, ec për çdo ditë botohet rregullisht gazeta e shkollës, sigurohen mjetet, dalin sponsor, dalin respekt për të gjithë, si thonë ashtu vinë. Shkolla është interesant, shkolla jonë ka pas shumë vizitorë të ndryshëm. Vizitorë të ndryshëm të cilët ndoshta i kanë sjellë shkollës një afirmim. Kjo shkollë doli në zanë, nuk kishe ditë ai shkollë të vi me punua,
punojmë që një bibliotekë diko rreth 90.000 libra, punojmë etnomuzeun, punojmë kopshtin zoologjik ka pas deri 150 fazana mrena që kemi pas, po bërën shkollës rekvizitet e lojna sportive të gjitha, edhe poligonit sportiv, ndërçimi poligonit sportiv që luajnë gjithë salla sportive në të gjitha llojet e sporteve që duhen të merren. Bile është me përmend që në këtë kohë në saj kam qenë drejtor, është teretana e ndërtuar një hapësinë të saj që nuk ka raste që ka shkollë. Shkolla u bën një model, shkolla do të thotë më të vërtet një shkollë që është në përmendni ashtu çka po punon Beqiri, ku jeni drejtorët e shkollave të tjera për rreth nuk ju kanë munguar organizime të tilla, por sidoqoftë kam prit shumë mysafir që kanë ardhur prej tërë botës. Pikon në vitin 2005, se historia ka mjaft, historia ime ka ndoshta kam punuar një informator që të lexohet kush ka qenë këtë shkollë, edhe kam dalë jo, nuk do të bëj botime tekstesh, libra ka mjaft, por një informator kush të dashur ka më lëshua. Edhe ka diku 2005 me këtë punë që bëjmë shkolla propozohet që të marrë shpërblimin 24 nëntori, edhe shpërblim komunal, diku në atë kohën kanë 2.000 euro. Po çka bëjmë atë 2.000 euro, unë vetëm jetë i shpenzoj, edhe të gjitha i çoj i blej paralele të ndara, frigorifer, shporeta, televizore, të gjitha i shpenzoj dhe i rregulloj me të vërtet një rregull në përgjithësi të standardet të nxënësve të motorit. Ka kënë pas televizionin do të thotë ka qenë pak punë në atë kohë, sepse s'kan pas shkollat me rëndësi, ma elite që kanë qenë me emën në atë kohë. Po na tregoni pak për numrin e nxënësve atëherë, na tregoni sa paralele ishin. Atë kam puna do të thotë kam filluar që me numrin e nxënësve ku kam filluar, unë ku kam filluar si mësimdhënës ka qenë 530 nxënësa në vitin 1976. Me 1997 kanë qenë 273 nxënësa. Pia ati viti, rregullisht, ndoshta rregullisht 9, 10, 11, do të thotë rregullisht standard ka qenë numri rënies së nxënësve në 10 nxënësa. Mirë po, ka është më rëndësi që fjalën e parë në kolektiv kur kam marrë, kam thënë që nuk përjashtohet kush prej punët unë mas më dhanë atë mundësi, mas më vjetë se unë me bë me marrë mundësi me hillë ke krajan për punët unë lëshoj detyrën e drejtorit, ashtu do ka ndodhur. Kërken gjatë tërë mandatit asnjë njeri nuk ka kështu punën, megjithëse kanë qenë 40 punëtor, 41 punëtor me gjysmë do të thotë kanë qenë në shkollë. Që në fond ka ardhur ku 26 punëtor, e thash në rrugë nuk i kanë as 20, të gjithë do të thotë janë sistemuar, brenda mundësive asnjë krajan nuk ka met pa punë, që s'ka dashur me përveç që kam hap vende të reja punës, se më gjetë me organizuar punën, ka pas disa raste derisa kanë ekzistuar mundësitë organizative. Mas 2005 do të thotë marrim shpërblimin komunal, me 2006 përsëri kemi një ofertë dhe vjen me gjenë se kemi marrë disa herë nga inspektoriati i arsimit enti për shkolla, këshilltarit ashtu, disa herë kemi marrë notat më të mira që kanë qenë përveç si drejtor edhe mësimdhënësit, do të thotë unë mos të përmendja ata aktivitet mirë që kanë qenë ndoshta me notën më të mirë të vlerësuar si një ndër drejtorët model. Edhe tash vinë vizitorë të ndryshëm, në 2006 është kohë para referendumit, vjen një shkresë që kanë ardhur në enti për shkolla, ka thirrë që me shkuën dhe shkolla nga Malizi dhe shkolla nga Serbia me shkuën në Zvicër. Edhe mua, por ato sepse filluan që të vinë prej universitetit, ndoshta 2004-2005, vinë prej universitetit të Cirihit, me pasi shkollë model, i nisin prej ministrisë, sepse vinë këtu në këtë shkollë, të shkëmbejnë përvoja të përcjellin orë, të shohin shkollën, edhe vinë student dhe profesor disa herë. Edhe në vitin 2006 do të thotë Fakulteti Pedagogjik i Cirihit, thret që marrë 10 përfaqësues të shkollave nga Malizi,
por i 11 ishte drejtori i shkollës në Ostros. Do të thotë ndajnë ata se këta kishin nisë me siguri, po kërkon pjesë i fakultetit pedagogjik të Cirit, kërkojnë që unë me shkoj në Zvicër, edhe shkojnë në Zvicër, unë kam ndajë dhe kur edhe 10 ditë, kam ndajë në një shtëpi private, më kanë pritë solemnisht, keni shkuar për në marrë pjesën në orë të mësimit që kanë marrë studentat dhe kemi përcjellë mësimin në Ciri. Në Ciri, atje kam ndajë, bile ka një i vetë, thonë me marrë në Basel, kam ke një natë të ata, për ndryshe kam qenë në një familje, vetë i rregulluar dhe i mirë priton, me të gjitha të mirat. Kam kthyer prej Zvicrës, do të thotë ka ba një honë të rej, ka ba paraqitet binjakëzimi i shkollës tonë me shkollën në Blinisht, pa ofertat ishin edhe për shkolla tjera, edhe pranoj ato shkruaj ministrisë dhe ato më thonë që po, po përkrahin më dha komuna pak që duhet me shkua. Sepse prej asaj ditë organizojmë me shkuën vinë ata tutena, sepse ky koordinatori arsim kishte qenë në arsimin shqip, organizojnë vinë to, drejtori asaj kohë ka qenë Hasan Çeta, një këngëtar i njohur dhe drejtori respektuar dhe shok i mirë, edhe vinë me kolektiv të komunistës së vet, i prisim për ditën e shkollës dhe bëjmë binjakëzimin me platformë dhe njoftojmë tana instancat. Ashtë me rëndësi që derisa kam qenë, kemi majtë përveç kohës e koronës, kemi shkuar dhe kena ardhur vazhdimisht. Si na kemi pas kushtet më të mira, kemi shkëmbyer përvoja, kemi shkëmbyer rata, kemi shkëmbyer bile. Kam qenë i respektuar që në hapjen e bustës së Skënderbeu, cila shkolla man emrin Skënderbeu, kam qenë me drejtorin e shkollës dhe me eminent të Kosovës, me e zhbluar bustën e Skënderbeut në Kosovë, që këto kishe shtirë, apa më lanë mu afrua ja, se dikur në fund më thana për i fletë dhe 2 fjali fola, kur e inauguron bustën to. Megjithëse që në 2006 thaq ktheu për Zvicrës ishin zgjedhjet përsëri për drejtor shkollet. Drejtori shkollet zgjidhej ne duhet edhe ne apim edhe këtu në shkollë dhe në institucionet e shkollës, do të konkurrojmë, kishim një kandidat tjetër, edhe bile edhe një tjetër ka qenë për 2 kandidat, shkojmë në zgjedhje, aja ka qenë ndoshta fitesa ajo emocioni më i madh, që do të thotë prej një beqirit apo një drejtorit që s'kishte një përkrahje në zgjedhjet me votimet e mshekta, kanë përkrahjen e krejt kolektivit, e krejt këshillit të prindërve, e tërë këshillit të shkollës. Napin anë të do të thotë me votimet e mshekta, fitoj, do të thotë puna ime vlerësohet, dhe vlerësohen që ka një respekt, vetëm në atë kohë do të thotë ban buj përsëri një honerej, një punë, një aktivitet, sa punët janë banë në thaqë, veç punë me organizime kanë filluar shkolla e Armleshit, filloj të ndërtohet me ato me aktivitete, me shumë vështirësina për vendosin lokacionit, se ku pikadisi me katune e Armleshit, e kadite me aktivitetet dhe gjadja, rruga duhet të hapi dhe të shkolla, edhe aty më ndajna shumë pjesë aktivitete edhe ato janë ndihmuar, trenjë të shkollës janë donacion. Rryma elektrike është donacion për Jenus Zhbitriqit. Trenjë të shkollës, familja e të ndjerit Hasan Cuka janë danë shkollës se ka punuar në atë shkollë. E shumë gjana tjera që punojnë, po krahas aty punosh edhe në të përgjitha paralelet tjera, edhe në shkollën qendrore, këtu lyshim përgjithë vjetë, punoshim kabinetet, shtroshim do të thotë s'ka pas ditë që nuk ka pas aktivitet në gjallë, sepse kur kam ardhur shkollë kanë qenë çubat e ferrat deri te dyert e shkollës, domos ka salla fizikulturës nuk ka pa, nuk kanë çil dyert prej tyne. Edhe një maj një kujtesë një natshme kur nisim me pastrimin e oborrit të shkollës rreth nas një kështenj me të ndjerin profesor Xhafer Cukën, i ndjeri ka lanë fizikisht. Gjithë natën këna ndaj me zorë ujë të fik se u kap zgori mrama, me fik pas në kapet se ishte afer pogoni repartit të pelimit. Edhe aty gjithë natën qëndru me bashkë, edhe me familje, se të mos temen. Por
kalon edhe kjo zgjedhja e drejtorit, zgjidhen drejtorin marrë mundasin për si më vinë propozimet për oktoj. Edhe me siguri ke nardhë shumë, ka qenë shumë shok, propozojnë, napin bilet drejtorat të shkollë, napin propozimin që e meriton që të jetë. Edhe unë shkoj në Amerikë, ishe pak në Amerikë edhe obligime familjare. Shkoj në Amerikë, kur të kthej për Amerikët, shkoj në Villa Goric, ndahet shpërblimi Oktoj, që në atë kohë edhe i shpërblim ka qenë mjaftimat, dhe ka bë një jehonës, ndoshta ishte i pari, po ishte reklamuar para, dhe që për me tregu një gjë që është shumë e rëndësi, që në Amerikë edhe intelektual nga ana marrë të gjitha kishin dëgjuar se marr Oktoj, edhe mua më urojnë, kur vej këto shumë njerëz të inteligjencës, si thonë vetit, ja, as më thonë urime se ja më tepër s'u kam asnjë, por ja shumë thash ko telegrame shumë të që janë në Albanën e shkollës, por çudi bileti savi ju kam përmend, si keni mujt, se ka qenë një shpërblim 10.000 euro në dollar, ka në atë kohë 6.700 euro, edhe ka qenë shpërblim, ka marrë jehon, sepse nuk ka qenë lehtë me marrë, sepse pak a shumë duhet të përkrahet programi që jetë në zhvilluar, dhe kish rrisi. Marrë edhe atë Oktojnë, shpërblim më i lartë në arsim që është në Maltezi, vazhdojnë aktivitetet, vazhdojnë për çdo vjet thash bëtohet gazeta shkollës, për çdo vjet ju me siguri të kujtohet edhe tyve se çfarë organizimesh kemi bërë me folklorike, sa organizimesh kemi bërë në organizimin me koreografin Aldoniken, kam qep janë vallet që satë më naj a thua do të bëhen dhe njerë, a thujen ba dhe njerë, ato e vallet që kanë fluturuar, varëzët e kësaj shkolle, edhe me përcjell ndoshta në emision, në fond me përfunduar me një asi vallit, sepse është befasi se çfarë gjithçe situatat ndillshë mlima kush po mlep se mduhej me paguar edhe koreografin 50 euro për një rrugë që vinte me ushtrua fëmijën këto. Por harrova që të ceki një gjë shumë e rëndësishme që në vitin 2000 shkolla jonë ka pas dhës kompjuter me një donacion që vjen nga një miku jemi për rahmet në ndajs ti, edhe shkolla e parë në Maltezi që organizon kursin e informatikës me nxënësa dhe përdorin kompjuterit ashtë në shkolla jonë, që kanë pas paralelen e organizuar të formuar kabinetin e informatikës që një kohë të gjatë ka ushtruar detyren profesionin me pagesë do të thotë Nasser Halili, që na ka dhënë ndoshta një arsimim të gjithë edhe mësimdhënësve edhe neve. Po sidoqoftë ka kur shkojmë te 2008 të mama janë ta organizimet në çdo vit shkollor, çdo vit do të thotë vit shkollor bëhen incizimet e programeve dhe programe solide. Përveç programeve që janë me nxënësa që bëjnë programe sepse vinë edhe të gjithë binjakët tanë nga peja, vinë me programe të shpallin, vinë pjesëmarrës, kemi raste pjesëmarrës në poligonin sportiv me qindra vek, organizoj me rast, organizoj që shota të shpallë në fushën e sportit, programin e vallave të tyne, të gjitha janë dhe aktivitete që pa ndërprera. Janë në mënyrën organizative me një shok që i kam pas të jetës politike, kemi banë dihmesa sa kena mujtë që në mojnë e botimin e veprave, autoreve të ndryshme. Jam gjithmonë një ndërpërkrasit më të fortë art klubit, që qënë themelimin në vitet 90 kur kanë pas shumë vështirësi, u kanë ndihmuar edhe i kanë mikpritur të gjitha. Më tiram sa mysafirët që janë ardhur në shkollë, e sa pritje që janë bërë, po diku në vitin 2008 me grupet e profesorëve, të akademikëve që vjen dhe ka ardhur edhe rektori i rektori i Universitetit të Tiranës, profesor doktor Shezar Rokaj, dhe e sheh shkollën edhe më thëtë që drejtori thotë ka shkollë thotë dhe një libër të përshtypje, një fletor të përshtypje. Jam bënu 10 vjet, do të thotë për 10 vjet që nuk kam pas fletorin e përshtypjeve, edhe
do të thotë e organizova edhe fletorin për asaj dite e shihen se sa njerëzit kanë qenë e ambasador, e intelektual, e janë shpreh me fjalë të ndryshme që është kënaqësi sa të lexosh mas sa vitesh që profesori Koliqi në 2009 shpreh që kjo shkollë është model, që është, po ishte një profesor tjetër, thot Abdullah Zumeri, thot kjo shkollë është mrekulli e mrekullueshme, befasi e befasueshme, kjo shkollë meriton diçka të veçantë. Profesor Bahri Brisko shpreh që ka dashur fati që me kem me udhëheq këtë shkollë Beqeberjashi. Profesor tjetër që janë kjo Alibegu, Naxhi Alibegu me Fahri Buçinca shprehen që këtë shkollë duhet marrë me pa shumë shkollat e Kosovës. E shumë fjalë tjera që të gjithë disa quajnë në nivelin më të lartë, se shohin më vërtet që është punuar dhe është organizuar dhe kështu që me 2008 mama thaç me të gjitha ato programet çdo herë 10 marsin kena festuar prej fillimit ditën e mësuesit, prej fillimit ditën e mësuesit, ditën e grave dhe ditën e shkollës. 7-8 ka qenë program. Çdo herë nuk ka shtë ide e dikuja. Çdo vit, po. Po, çdo vit do të thotë që kemi pas si ato përveçsi nxënësit tonë kanë marrë pjesë në festivale të ndryshme. Nxënësit tonë janë vallet e tyre të Ullini vjetë edhe në Ulqina në Kalovat. Ne ma jashtë në Plavën kemi shfallë që program edhe në Malsi. Kemi këtu me nxënësit e shkollës programi do është ta ki qenë aty diku me siguri, por janë fatlom që janë edhe gjanat që kemi të incizume. Mënajna diku ne vinë edhe ta edhe të tjerë përsëri Fakulteti Pedagogjik të Cirit na përcjell disa herë me vizita dhe janë të interesuar për shkollën tonë, por në vitin 2010 vinë përsëri në shkollë edhe si vinë në shkollën e tonë, ata e organizojmë në napin edhe mjetet që me hangë një drejt të përbashkët. Vizitojnë shkollën dhe ta ne hangë një drejt të përbashkët dhe na të bëjmë me kolektivit tonë dhe tyne se kanë qenë dhe 20-30 vetë, ato dhe sa herë me 20 student, 15 student, 10 profesor, 14 profesor, kanë qenë edhe atë vetë me mua me ndajnë edhe medaljonin Henri Pestaloci, medaljonin më i lartë që jepet në përpunëtor të arsimit në Zvicër. Edhe ato me ndajnë, kështu që një kënaqësi të vërtetë është një befasi, megjithëse se nuk ka pas mire materiale, por se është një shenjë, një simbolik. Kështu që Meqense nuk na premton koha shumë, tregoni nga cili vit deri në cilin vit ushtruhet detyrën e drejtorit. Nga 79-a? Në 97-a, me 16 qershor 97-ën, deri me 1 gusht 2022. 2022. Do të thotë diko afër 20. Nga pensionimi, nga viti 2022, si e keni ndjerë veten pas pensionimit? Keni pasur ndoshta vështirësi shkëputje nga kjo shkollë që ja kushtuat jetën? Është me rëndësi që jam shumë i kënaqur sepse jam i nderuar dhe i respektuar në tërë kolektivin. Jam i nderuar dhe i respektuar edhe në kraj, kam një shoqni gjanë, pa marrë parasysh ndasive, emocioneve të ndryshme të dikuja dhe kam se ku ka miq ka dhanë miq, por nuk janë dhanë miq që diçka të përbetuar, por të jetës politike që e danë në siguri, por jashtëzakonisht i kënaqur edhe me kolektiv, edhe me Nuk e ndjen ndoshta veten akoma ato se je shkëputur? Di, jeta nuk e ndi sepse praktikisht të gjithë kolektivi janë në kuadrat që unë i kam pranuar. Për gjithë janë nxënësit e mi, të gjithë janë pjesë e jetës teme të përditshme që edhe sot e kësaj dite më të ndihmoj dhe do të ndihmoj sa të jem gjallë, ka qenë dhe përbetimi sepse në 2022 në diku në janar kemi bërë një incizim të jetës së shkollës dhe puna jeme, edhe është që kam që derisa të jam gjallë, nuk kam qejf me lëshuas krajen, por nuk kam qejf me lëshuas shkollën, sepse nga ky institucion, nga kjo shkollë kam ngrit tërë familjen, që pak a shumë
edhe mua më kanë marrë jetën, kanë marrë rrugën e mërgimit të fëmijë mi, por edhe këto i kam, edhe të gjithë të me problemet e vete e ko gjithë, cila jetë se nuk është e zilën me diçka fatlume, por mirë i knaqën përgjithësi janë. Po më trego, keni 5 fëmijë, po më tregoni sa një pra dhe mbesa keni. Për teri tash janë 10, është mush cifrat atët një 10, të gjithë s'nash dhe mirë, knajtësia ma mirë, do të thotë jemi të organizuam, kam mundësit organizative të kur më noshe që a thua ka më pas një strofull të ko, ka dashtë zoti që të gjithë në rregulluar, punoj, do të thotë një vajza kam në Kanada me 2 djemë, një vajzë në Gjermani me 2 djemë, një vajzë në Orqim me 2 vajza, një vajzë në Kraj me vajzë djalë, kam rritë që edhe ata vajzën të mërtoj, të jetë mërtume, një djalin e kam me një këllmes, që është knajësia ndoshta e madhe, e ljimje tash për tash, sepse një kranjan e ka pas ka thanë që fëmija janë hapat e plakut. Edhe ashtu ndoshta është një thanje e vërtet që ka shpreh, sepse me vërtet është knajësi, janë 2 fëmijë kam me fakultet, 2 janë të punësuan, nusjen është edhe me fakultet, janë të siguruaj kushtet e jetës, në përgjithësi janë... Po me trego sa ke arritur ta menaxhosh mirë jetën atë personalen me profesionalen. Ka qenë e vështirë ndoshta të jesh gjithmonë aty për fëmijët, duke qenë kaq i angazhuar në shkollë, duke i dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Ajo ka qenë gjaja kryesore është që për me ecë para, do të thotë që më ka majtë mua shëndeti, por kryesore ka qenë edhe familja dhe nuk kam pas pengesa. Do të thotë ajo gjaja ndoshta kryesore sepse ma e ndashtë antarët e familjes mund me ndihmua, sepse e mamën që një natë përveç kolektivit më kanë ndihmuar antarët e familjes, por prej të ftoftit që hyn te ujin e përdritare, nërishin duhet aq shumë edhe goti fillova edhe me kjo. Ose ishte një rast që në pollazin e sallës së fizkulturës që e kemi ndruar vetë, ishe i smut, po i kishte të gjithë kolektivin në pollaz të hek tegla aty në hidh jashtë do të punu pollazin se kishte bi bari, e unë ishe i smut, po munova të ndroj me ta, e kishte urzuar që me metë ndoshta edhe ma pollazit, po duhej me marr pjesë sepse thosh ma stoj dhe kush që e që kështë marr pjesë. Sa i përket jetës në përgjithësi, menaxhimin përveç jetës teme, si një familje që kemi qenë e vobek, të varfën, me gjithë që unë të them të drejten, kam shumë mysafer dhe miq që na kanë përkrah, në rritin e fëmijëve më kanë përkrah shumë më të madhe, sepse 5.000 nuk ka qenë kështu. Kemi punuar me qysh me tatë ishë ka punuar bashkëshortja ka ardhur jo me dallavere, po ka ardhur me konkurs, me leq dhe me gjyq. E ka prunë në vendin e punës, sepse ka punuar në Kosovë, prej këtu ka ardhur me tatë njëshin, ka konkuruar në shkollë, ka pas drejten, sepse ishte në situatë me ndjekjen e byros për një kodem, kishte poena kështu fitoj edhe me gjyq edhe në bile në gjykatën në Podgoricë e fitoj gjykimin që të vazhdoj punën. Kemi pas shumë përkrahje nga bashkëvendasit, megjithëse qysh me 2000 kam edhe vajzën janë në Gjermani, tjetër me 2002 në Amerikë, dhe shumë edhe pse ka pas problemet e saja, familje si kanë ndihmuar dhe na kanë ndihmuar shumë. Kështu që çdo gjë më thënë është valorizuar. Është shumë vështirë njerëz sa të kapish pak se valorizimi do të thotë i vlerave dhe keni rritë që të ketë një pasoni të mjaftueshme që është për ne mjaft e mirë. Për tash jemi shumë mirë sepse djali është në punë, nusja është në punë, unë jam me pension të mirë, edhe shumë bashkëshortja është me ashtu. Në mesa përsëri nuk na mëmoj se sa da mia për prind me mana dhe nuk kena nevojë, por është kënaqësi, vinë për çdo vjet, na vizitojnë. Më bëri diçka shumë përshtypje në fillim të bisedës, tregove që në kohën kur po shkolloshe në Gjakov, të ka ndihmuar bashkëshortja dhe me para që ajo i mblidhte, keni restauruar shtëpinë kraj. Ishte bashkëshortja mbështetja jote më madhe gjatë gjithë karrierës tënde? Aja ka qenë ndoshta në gjaja kryesore që ajo në rritjen e fëmijëve aja ka ditë me manipulua dhe me maqinën qepse. Ka pas edhe një teze, edhe ideal Axhet që i ka ndihmuar shumë, sidomos ndoshta prej 5 fëmijëve që kemi pasur, se do të thotë 7-6 deri më 90 kemi pas fëmijë rregullisht.
ajo ka qenë ka qenë ajo 2-3 herë në Amerikë, kam qenë 7-8 herë në Amerikë, do të thotë që kam qenë në Gjermani, poshtët edhe të vajzë, kam qenë dhe një daj që kam pas në Gjermani, edhe na kanë më shumë. Çka të them tjerë gjanë që kemi pas mbështetje, do të thotë si familje gjithmonë nuk kena nëse kena ka dhuru dikush një gjë nuk kena keq përdor. Do të thotë është përcjell prej një fëmijë në fëmijën tjetrin, kështu që është munduar që të jetojmë dhe kam pja një mbështetje sepse si kanë interesuar të hollat sa marr, por na duhet t'jau se na duhet ajo sot e kësaj dite nuk pyet për pensionin e saj, kryesore në shërbim të familjes, si më ndaj dhon që gjithkush si për fëmijën e vet, mundojmë të ngrisim të ndihmojmë atë bile që një vjet po bëhet me 7 mars, bashkëshorti jeton në Tivar me të ndihmuar për rritjen e nipit të mes, edhe unë jetojnë në kraj ka një shkoj për edukisht sepse nuk mund të jam adaptohem edhe pse kam obligime se jam ende kryetari i bashkësisë lokale dhe kam obligime të kryetari i kuvendit që ende e marr një paushall që si janë për aktivitet që mbaj edhe kështu që më mendja që nuk mund të rrit të përshtatem ambienteve ende në Tivor Kurt mes me sigurisht sa mundem me vozit kam dëshirë që të rri në kraj të marrë atë çka kanë lënë të parë sepse kemi krijuar edhe ato kushtet e mira të jetës që janë ndoshta solide. Unë të falenderoj shumë që ndave këtë histori tënden. Shpresojmë që të takohemi së bashku në këto bisedat tona që i kemi për të përcjell ndoshta dhe për shikuesit dhe gjithë mërgjimtarët të jenë në kontakt me krajën e tyre. Faleminderit edhe juve. Çdo herë të mirë se ardhur. Kam kënaqësi ndoshta sepse çdo gjë rruhet në ashtu edhe me njerëzit të cilët kanë kontribuar jo vetëm unë, por edhe të tjerët që të ruhen në këto emisionet tuaja të cilat janë të nevojshme sepse një histori e kaluar është në shërbim të gjeneratave të ardhshme. Sepse çdo gjë e mirë është e mirë. Faleminderit shumë edhe një herë. Falenderojmë edhe shikuesit e ekranit të televizionit të Uta që qëndruan të minutazh me neve në emisionin Portreti deri tek takimi i ardhshëm. Mirëmbëngje.